Pse njerëzit humbasin interesin kaq shpejt sot? Njerëzit modern lidhen shpejt, por largohen edhe më shpejt. Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat më të lodhshme emocionalisht në kohën moderne. Sepse shumë njerëz sot nuk vuajnë nga mungesa e lidhjeve. Vuajnë nga fakti që gjithçka duket e përkohshme. Një ditë dikush të shkruan gjithë kohën, të kërkon, të bën të ndihesh i rëndësishëm, dhe pastaj gradualisht ndryshon. Mesazhet bëhen më të ftohta. Energjia bëhet më e largët. Interesi fillon të shuhet pa shumë shpjegim. Dhe personi tjetër mbetet duke pyetur veten, çfarë ndryshoi? Por ndoshta problemi nuk është gjithmonë tek ti, ndoshta problemi është mënyra si njerëzit modern janë mësuar të ndjejnë emocionet. Shoqëria moderne ka krijuar një kulturë ku gjithçka duhet të jetë e shpejtë. Argëtimi, vëmendja, kënaqësia, edhe lidhjet. Njerëzit janë mësuar me stimulim konstant emocional. Mesazhe, njoftime, njerëz të rinj, mundësi të pafundme. Dhe truri fillon të kërkojë vazhdimisht emocionin e ri. Psikologjia moderne e lidh këtë me dopamine seeking. Kërkimi konstant i stimulimit të ri emocional. Kur diçka është e re, truri prodhon më shumë dopamin. Prandaj fillimet e lidhjeve shpesh ndihen shumë intensive. Mesazhe gjithë natën. Eksitim, obsesive thinking, intensitet emocional. Por problemi është se shumë njerëz janë të varur nga ndjesia e fillimit, jo nga ndërtimi i diçkaje reale. Dhe sapo lidhja fillon të bëhet më e qetë, më normale, më reale, interesi i tyre bie. Sepse nuk po kërkonin lidhje, po kërkonin stimulim emocional. Dhe kjo është shumë e zakonshme sot. Ka njerëz që bien në dashuri me emocionin, jo me personin, me ndjesinë e risisë, me dopaminën, me vëmendjen, por jo gjithmonë me thellësinë reale të një lidhjeje. Erich Fromm shkruante se shumica e njerëzve modern nuk dinë si të ndërtojnë dashuri të qëndrueshme, sepse janë mësuar të konsumojnë gjithçka shpejt. Dhe ndoshta kjo po ndodh edhe me marrëdhëniet. Njerëzit konsumojnë emocione, jo gjithmonë lidhje reale. Prandaj shumë lidhje moderne fillojnë me intensitet të madh dhe mbarojnë me heshtje. Ka edhe një arsye tjetër pse njerëzit humbasin interesin shpejt. Sepse shumë njerëz sot kanë frikë nga afërsia reale. Në fillim gjithçka duket e lehtë. Flirt, eksitim, fantazi. Por sapo lidhja fillon të bëhet më serioze emocionalisht, disa njerëz fillojnë të tërhiqen. Sepse realiteti emocional kërkon diçka që shumë njerëz modern nuk e kanë zhvilluar, durim emocional, siguri emocionale, kapacitet për lidhje të thellë. Psikologjia e quan këtë avoidant attachment. Njerëz që ndihen mirë me afërsinë derisa ajo bëhet shumë reale. Prandaj disa njerëz duken shumë të interesuar në fillim, pastaj pa pritur ftohen. Jo gjithmonë sepse nuk ndjejnë asgjë, por sepse intensiteti emocional fillon t'i tremë. Ka njerëz që duan emocionin e ndjekjes, por jo qetësinë e lidhjes. Sepse qetësia kërkon stabilitet. Dhe stabiliteti ndonjëherë duket i mërzitshëm për mendje që janë mësuar me stimulim konstant. Shoqëria moderne e përforcon këtë çdo ditë. Rrjetet sociale i japin trurit iluzionin se gjithmonë ekziston diçka më e mirë, një person tjetër, një opsion tjetër, një emocion tjetër. Dhe kur njeriu jeton vazhdimisht me këtë mentalitet, bëhet e vështirë të investojë thellë tek një person. Sepse mendja gjithmonë mendon, po sikur të ketë diçka më interesante. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz sot nuk qëndrojnë mjaftueshëm gjatë për të krijuar lidhje të vërteta. Sepse lidhja reale nuk ndërtohet vetëm nga eksitimi. Ndërtohet nga kohë, nga besimi, nga qetësia emocionale, nga prania. Por shumë njerëz janë bërë të varur nga intensiteti, jo nga paqja. Dhe sapo intensiteti bie pak, mendojnë se interesi ka humbur. Kur në realitet lidhja sapo ka filluar të bëhet reale. Ka diçka shumë të trisht tek marrëdhëniet moderne. Njerëzit shpesh largohen pikërisht në momentin kur duhet të fillojnë të ndërtojnë diçka të vërtetë. Sepse fillimi është fantazi, por lidhja reale kërkon punë emocionale. Kërkon durim,
Kërkon pranimin e imperfeksioneve. Dhe shumë njerëz nuk janë emocionalisht gati për këtë. Marcus Aurelius shkruante se njeriu modern shpesh bëhet skllav i impulseve të momentit. Dhe ndoshta kjo shpjegon shumë marrëdhënie sot. Njerëzit ndjekin ndjesinë e momentit, jo domosdoshmërisht kuptimin afatgjatë. Prandaj shumë lidhje bëhen intensive shpejt dhe ftohen po aq shpejt. Ka edhe një arsye tjetër. Overstimulation emocional. Truri modern konsumon kaq shumë emocione çdo ditë sa gradualisht humbet ndjeshmërinë. Video, mesazhe, flirt, vëmendje, dopamin. Gjithçka bëhet e shpejtë. Dhe kur truri mësohet me stimulim konstant, lidhjet normale fillojnë të duken jo mjaftueshëm emocionuese. Por dashuria reale nuk është gjithmonë spektakël emocional. Ndonjëherë është qetësi, prani, siguri. Dhe kjo është diçka që shumë njerëz modern nuk dinë më ta vlerësojnë. Ka njerëz që humbasin interesin sepse janë emocionalisht të paqëndrueshëm. Ka të tjerë që humbasin interesin sepse nuk e njohin veten mjaftueshëm. Dhe ka njerëz që në fakt nuk humbasin interesin për personin, por për versionin ideal që kishin krijuar në mendjen e tyre. Sepse shumë lidhje moderne fillojnë me projeksione, me fantazi, me imagjinatë, jo me njohje reale. Dhe sa po realiteti bëhet më normal, më njerëzor, më imperfekt, disa njerëz largohen. Nietzsche shkruante, njerëzit shpesh duan iluzionin më shumë se sa të vërtetën. Dhe ndoshta kjo ndodh edhe në dashuri. Sepse fantazia është e lehtë, por lidhja reale kërkon pjekuri emocionale. Kjo nuk do të thotë se çdo person që largohet është i keq. Ndonjëherë njerëzit thjesht nuk janë emocionalisht gati për diçka të thellë. Ndonjëherë janë të humbur, të lodhur, të paqartë me veten. Dhe kjo i bën të paqëndrueshëm në lidhje. Por është shumë e rëndësishme të kuptosh diçka. Nëse dikush humbet interesin shpejt, kjo nuk përcakton vlerën tënde. Shumë njerëz sot nuk dinë të mbajnë lidhje të qëndrueshme as me vetveten. Jo më me dikë tjetër. Dhe ndoshta problemi modern nuk është mungesa e emocioneve, por mungesa e thellësisë, mungesa e durimit, mungesa e qetësisë emocionale. Sepse dashuria reale nuk është gjithmonë zjarri intensiv. Ndonjëherë është një prani e qetë që qëndron edhe pasi emocionet e fillimit qetësohen. Dhe ndoshta njerëzit më të pjekur emocionalisht nuk janë ata që ndihen më intensivisht në fillim, por ata që dinë të qëndrojnë edhe pasi rrisja kalon. Sepse lidhja e vërtet fillon pikërisht aty ku shumica e njerëzve modern largohen. Kur gjithçka bëhet më reale, më e qetë, më njerëzore. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse lidhjet e vërteta janë bërë kaq të rralla. Sepse kërkojnë diçka që bota moderne po e humbet gradualisht, durimin për të ndërtuar diçka të thellë. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.